Mos I përvetëso cilësitë e të tjerëve kur nuk janë të tuat. Ndryshimi I cilësive dhe zgjuarësive njerëzore, ndryshimi I gjuhëve dhe I ngjyrave të tyre janë fakte që argumentojnë fuqinë e Allahut. Për shembull, Ebu Bekri me mëshirën dhe butësinë që kishte I bëri dobi një popull. Omeri me forcën dhe vendosmërinë që kishte e ndihmoi popullin islam. Të jesh I kënaqur me atë që ke është dhunti. Merri frytet e dhuntisë tënde. Rriti ato të mira. Përdori në të lejuar. Ofroju diçka të mirë të tjerëve, që të kenë dobi ata që si kanë këto të dhëna. Allahu nuk e obligon asnjëri për te I mundësisë së tij. Imitimi dhe përpjekja e futjes së vetes në personalitete të tjera është me të vërtetë varrosje e dhuntisë që të ka dhënë Allahu. Është vrasje e dëshirës, fshirje e bazës së dallimit dhe karakteristikave personale ndër njerëz, të cilat I dëshiron Allahu të jenë të tilla. Vetmia dhe përfitimi I saj pozitiv tek robi. Këtu dua të ta këshilloj vetmin më mirë se sa t'i ngjitesh punës dhe së keqes. Vetmia ta çel mendjen dhe ta tret pikëllimin. Thot Ibn Taymije, s'ka rrugdalje për robin veç të ikurit nga përgojimi, që ta bëj adhurimin më të përsosur dhe për kujtimin e Allahut më të sinqert, leximin e Kuranit më me vëmendje, llogaritjen e vetes më me saktësi, lutjet e tia më me shpirt. E ta shoqëroj vetmin e ëmbël duke patur për kujtimin e Allahut gjithmonë në mend. Në librin Said El Hatir të Ibnul Jauzit, do gjesh këto fjalë me të cilat lëvdon vetmin. Nuk kam dëgjuar e as nuk kam parë si vetmia. Ajo të pushon, të jep dinjitet dhe të fal nder, të largon nga e keqja dhe nga e padobishmja, të mbron shpirtin dhe të ruan kokën, të largon nga xhelozët, shpirt ligjt e smirkeqët, që qeshin kur t'i qanë, ta prezanton ditën e ardhme dhe të gjykimit në tru, të përgatit për ditën e takimit tënd me Allah, të pasuron me përkulje e adhurim, të aktivizon memorien në gjërat e vlefshme, të bën të kuptosh ligjet e Islamit më pastër, të bën të nxjerrësh për kufizime më të urta rreth çështjeve të diskutueshme në jetë. Para vetmia të jep kohë për hulumtimin e duhur të një aktiviteti islam që të njohësh detyrën dhe qëllimin kryesor të ardhjes tënde në këtë botë. Qëndrimi yt I vetmuar ka dinjitet dhe peshë tek Allah, që se di kush veç ti. Veçimi yt prej turmave të bën të mbledhësh frytet e mendimit tënd, të këpusësh idetë nga mendimet e tua aq të pastra, sa që I ngjasojnë filizave të reja ndër lulishte. Por mos haro se në të gjen dhe qetësimin e zemrës, largimin nga armiqt e ziliqarët dhe se je larg syrit keq. Kur ti veçohesh mbron gjuhën dhe gojën nga fjalë të kota që mund t'i kishe folur. Vetmia është si një mbulesë që hidhet mbi fytyrën e bukur. Nuk ka vetmi më të mirë se sa kur ke edhe librin në dorë. Kur hap fletët e tij, të hapen dyert e jetës. Kur lexon rreshtat e librit, të zmadhohen bebzat e syrit. Thua se duan t'i gëlltisin shkronjat. Kjo pra është vetmia që të bën të uritur për lexim. Shpirti në vetmi kënaqet. Zemra ri rehat. Truri ri I gatshëm për të gjuajtur të vlefshmet. Në vetmi nuk punon për t'u parë nga njerëzit, se vetmin s'ta shoqëron kush veç krijuesit tënd. E as ti dëgjon fjalët e tua dikush prej njerëzve. Ty ti dëgjon edhe fjalët, edhe të rrahurat e zemrës vetëm Allah, I cili u adhuroi zemrën dhe diçka fshe e shfaq ajo. Të gjithë ndriçuesit, të dobishmit, të mprehtit dhe të zgjuarit,
Vigjilentët në histori e të lartit në virtyte u konsideruan si sytë e kohës dhe yjet e territ. Këtë vlerë të lartë ata e arritën duke i ujitur rrënjët e virtyteve të tyre me ujin e vetmisë. Virtytet të mira që i ngjajnë pemës së mirë me rrënjët e saj të thella në tokë, e degët e saj janë të larta e që me vullnetin e Zotit ato japin frytin e vet në çdo kohë. Ali ibn Abdulaziz El Gjurgjani thot: "Shpesher më thonë se je vetmitar dhe e do vetmin. S'të shohim kur ndër popull, e as bashkohesh me njerëzin. Nuk e di se ç'i ka kapur kjo mërzi për mua. Me punët e mia merren, të tyre t'i kanë haruar. Nëse më thonë se gjithë dynjaja vetmin tënde e ka kuptuar, ju them se thashë themet më smurën, shpirti im duhet shëruar. Nëse diturisë që mora përsipër si jap hakun që ma kërkon, s'pas kam bërë tjetër, veç rendur për para që zemrën ma miklon. Të lodhem duke mbjell pemën e në fund të këpus veç degën e saj. Më mirë të mbetem i paditur, ignorancën për herë në kokë ta mbaj, se sikur të diturit ta kishin